Pas shqetësimeve të ngritura në media dhe kritikave në rrjetet sociale edhe nga pushuesit dhe turistët e huaj, Bashkia e Shkodrës ka vendosur lirimin e hapësirave pranë Shatërvanit dhe stolave në shëtitorin e Velipojës, të cilat janë të dedikuara për pushuesit dhe turistët. Tregtarëve ambulantë është kërkuar të paraqesin një propozim për zhvendosje, por për shkak të mungesës së një alternative prej tyre, Bashkia ka vendosur zbatimin e planit të saj. Vetë tregtarët e kundërshtojnë këtë gjë, duke theksuar se zona në fjalë nuk ka frekuentimin siç është ajo aktuale. Shqetësimi jonë është ndrimi i vendit nga një pozicion tjetër, kur aty nuk arrihet dot, sepse është një vend që nuk është me kalimtar, nuk shfrytëzohet nga populli dhe kërkojmë pikërisht vendin që kemi qenë të sa vjet aty. Kjo është problematika. Problematikë tjetër jo. As nuk na kanë armën e hek nga tavolinat, as nuk na kanë hek malli, nuk kemi këto probleme. Problemi është me marrë një okej tash vendimtare, se si do ta lejmë atje apo këtu. Ne kërkesat e bashkisë kemi plotësuar në kuptimin e aplikimeve që na i kanë pranuar. Kjo është gjë shumë e mirë që Bashkia e Shkodrës për çdo vit ne na i bën aplikimet dhe jemi shumë të kënaqur. Pavarësisht se këto gjërat e vogla që lëvizin çdo vit ndryshimet, si gjithmonë, si gjithkund. Mbledhja që bëm për këtë pikë folëm, për arsye se kjo vend është tjetër i panjohur, kurse kjo është vend i njohur, që kemi punu, si gjithë dhunjaja që të jetojmë dhe të jemi ka shatë bukë me thënë drejten. Nga ana e pushtetit vendor bëhet me dije se janë caktuar 28 vende të reja për tregtarët në pjesën qendrore të shëtitores, duke u mundësuar vijim të aktivitetit në përputhje me rregullat. Bashkia e Shkodrës shprehet se mbështet biznesin lokal, por synon të përmirësojë kushtet për turistët.